Dhe ja ku kthehemi në monologun që mendoj që ishte një pjesë e bukur e këtij sezoni, dhe në sezonin tjetër ndoshta do bëjmë diçka tjetër. Monologu i kësaj radhe, që është dhe monologu i fundit, do të jetë për një shpikje që unë kam bërë. Kam një lajm të mirë për të gjithë ju. Më në fund, pas shumë përpjekjesh, e zgjidha përfundimisht çështjen e energjisë elektrike në Shqipëri. Kam marrë licencën, kam marrë patentën dhe aparati me emrin Lokalitriku është gati. Lokalitriku është një aparat sa një grusht fëmije, i cili vihet në këmbë të karriges në çdo lokal të Shqipërisë. Sa po njeriu futet në lokal dhe porosit kafenë e tij të preferuar, ulet në karrige. Dhe në këtë moment që njeriu ulet në karrige, energjia e tij njerëzore kthehet në energji elektrike. Ja kështu u zgjidh problemi më i madh që kemi ne shqiptarët sot. Nuk do ketë më arrestime për energjinë elektrike, nuk do ketë më tender, bli me 50, dëshit me 500. Nuk do harxojmë më asnjë lek për shpërndarjen, sepse rrjeti i lokaleve të Shqipërisë është i përhapur në të 4 këndet e Shqipërisë. Dhe kështu, një vestë që kanë shqiptarët që rinë gjithë ditën në kafe, ne e kthyem në virtyt. Çdo shqiptar do prodhoj energji elektrike. Sa më shumë ti më shos karriges, aq më gjatë të rish në lokal, aq më shumë energji do prodhosh. Një problem e zgjidhën, ka ngelur dhe 999 të tjerë. Do kemi kohë të zgjidhim sezonin e ardhshëm. Natë e mirë dhe faleminderit që qëndruan me Bardhazinë sonte.